Ajo e qënë palosh i gjatë dhe a i bën gjithë shka për të mbrojtë, kurse ti e qënë Skënderbeg dhe të flak. Keni paraqitur sot në këtë parlament raportin mbi integrimin në Bashkimin Evropian, i cili nga alfa tek omega, nga fjale e parë tek fjale e fundit, është mashtrim dhe vetëm mashtrim. Ky është një akt jashtëzakonisht i rëndë. Në një moment shumë të rëndësishëm për shqiptarët, për Shqipërinë, ju paraqisni një raport para parlamentit që nuk guxoni ta lexoni dhe vendosni në mënyrë antikushtetuese që raporti të mos lexohet, që qytetarët të mos dinë, të mos njihen me mashtrimet tuaja. Nuk ka akt më jo serioz. Nuk ka akt, prandaj kërkoj të tërhiqet me një raporti. Raporti është fund e krye. Mashtrime dhe burokraci, keni renditur vendime, qeverie, tjere me radhë. Kurse, për sa u përket performancës, të gjitha janë trillime. Të gjitha nxin nga një figurë, nga Edi Rama dhe Lubia. Çoje ku të duash ti atë? Që të kapë dhe ty për si sklav. Pa jo mbetet krye hajdute e shqiptarëve pas Edi Ramës. Dhe tani, raporti nuk minatohet. Raporti duhet lexohet këtu, dhe mbi bazën e raportit të lexuar të Këshillit të Ministrave, të bëhen diskutimet dhe pastaj të votohet rezoluta. Ju krijoni agjendën sipas qefit tuaj, po nuk është kështu. Si ka mundësi të diskutojmë për një raport që nuk e din qytetarë se çfarë është? Pse ja ufshini qytetarëve raportin ju? Pse ja ufshini qytetarëve raportin? Cili është? Sepse keni mbushur me mashtrime, të dashur qytetarë, e kanë mbushur fund e krye me mashtrime. Nuk guxojnë të dalin zot raportit. Skandal! Nuk arrini gjerë